Selam aleikum hoxh, kemi marrë një shtëpi të re, njerëzit thonë që të vendosim hudhër për ta mbrojtur nga mësyshi. Wa alaikumus salam wa rahmetullah. Egzofshi shtëpinë e re, e lut Zotin e gjatësisë që në atë shtëpi të keni qetësi, të keni lumturi, të keni rahati, e lut Zotin e gjatësisë që t'ju jap mirësi. Patjetër që shtëpia është mirësi. Dhe mirësit, nëse duam t'i jetojmë ato dhe t'i përjetojmë ato ashtu siç duhet, e të arrim qetësinë e lumturinë këtë botë dhe në botën tjetër, ato arrihen duke adhuruar Allahun e lartësuar, duke kërkuar mbrojtjen prej të madhit Zot, jo prej hudhrave, prej patkojit të kalit, prej syrit të kaltër. Këto nuk bëjnë. Ai që na ruan dhe na mbron është Zoti i gjatësisë. Nuk janë hudhrat e patkojt. Nëse doni që ta mbroni shtëpinë tuaj, lexo në të Kur'an. Nëse do që ta mbrosh shtëpinë tënde, fal në të namaz, përmende Zotin e gjatësisë, kërko mbrojtje prej Allahut të lartësuar. Zoti i gjatësisë është ai që na ruan. Zoti i gjatësisë është ai që na mbron. Allahu i lartësuar na tregon në Kur'an. Prandaj, ajo që unë të këshilloj është që në shtëpinë tënde me fal namaz, me lexu Kur'an, me ju përmbajt urdhrave të Zotit gjatësisë. E nëse ju në shtëpinë e re përmendni Zotin e gjatësisë, në shtëpinë e re zbatoni urdhrat e Allahut lartësuar, dije që Zoti i gjatësisë ka për t'ju dhënë lumturinë atë shtëpi. Allahu i lartësuar na premton në Kur'an, cili do mashkull apo femër që bën vepra të mira duke qenë besimtar, do t'ja mundësojmë atij një jetë të mirë. E shtëpinë tënde mundohu ta ndërtosh me besim, ta ndërtosh me bindje ndaj Allahut të lartësuar. Zoti i gjatësisë ta ka mundësuar që ti ta marrësh pra atë shtëpi të re. Mbrojtjen kërkoje prej Zotit të gjatësisë. Nuk bën pra që muslimani, besimtari të kërkojë mbrojtje prej dikujt tjetër përveç Allahut të lartësuar.